Monotoninë e përditshme ferizase e theu një ngjarje kulturore përmes një ekspozite të karikaturës. U pa një kurreshtje goxha e madhe për ferizasit e mëgjer, të cilët vizituan këtë ekspozit për të parë qindra punime të 3 karikaturistëve ferizas, Imri Musliu, Selajdin Hajdini dhe Agron Sejdiu. Vetë artistët thanë se kjo ishte një ngjarje e veçantë, pasi që për herë të parë në Ferizaj po organizohet një ekspozit me kaq shumë punime dhe nga një grup i karikaturistëve. Po, ideja ka qenë kamoti, se ne jemi në Ferizaj jemi 3 karikaturista, edhe punimet këto që pishin janë që të mbledhura, jo se karikatura nuk bëhet shumë shpejt, po janë punime që 10 vjet, donë që janë mbledhur, donë Imriut, Mijat edhe Selës. Edhe kështu që me Imriun ne kemi pas këtë ide që të bëjmë me gjithë karikaturistët e Ferizajt, të mbledhëm edhe ta bëjmë një ekspozit. Kësisoj se sot që bëshë. Përshtypja është e jashtëzakonshme, nuk e kemi prit gjithë këtë fluks të vizitorëve, mirë po edhe kemi bënë përgatitje besoj të mirë, ndërsa për vlerat duhet flasin ata që janë kompetent. Karikatura është mesazh në vete, dhe më thonë këtu kemi karikatura që janë me tematikë të caktuar, kemi edhe portrete karikaturash, mirë po mesazhi që e japim na 3 është që kemi arritë të bëjmë të gjithë bashkë, e besoj që edhe të tjerë duhen të veprojnë kështu si ne. Karikatura është kritika më e mirë dhe arti më i formësuar që realitetin e hidhur e pasqiron përmes shëmtimit të figurave. Andaj edhe kritiku Ferizajës Bardh Frangu, gjatë fjalës së tij, tha se roli dhe rëndësia e karikaturës historikisht ka qenë dhe mbetet e madhe. Në fakt që mësu kur këta 3 karikaturistët tanë janë marrë vesh që ta bëjnë një ekspozit. Kjo dhe për faktin se karikatura është një mall kulturor shumë deficitar në Kosovë. Se besoj dikush për ju të këtë dëgjuar se në një qytet Kosovës ka pas në një ekspozit karikaturë. Ka shumë vite që nuk bërë. Dhe çështja tjetër që më ka bërë të ndjehem mirë, në fakt jam ndjehem mirë edhe si ferizajas. Pasi kemi ndjek libra, në fund kemi ardhur dhe kemi bërë një ekspozit për karikaturën, që është shenja më identifikuese e civilizuese për një vend. Dhe unë mendoj se karikatura është kritika më e mirë, sepse kritika me fjalë, natyrisht fjalët lëvizën dhe harrohen, po imazhi që ndërton karikatura mbetet gjatë në kujdes. Për fat keq këto nuk i kemi sepse nuk ka dhe hapësirë, s'ka dhe për krahje dhe për këtë ekspozit, për krahje ka qenë minimale. Me këtë ekspozit të karikaturës u befasua edhe vetë kryetari i shoqatës së karikaturistëve të Kosovës, Thumbi. Neve na ka befasu kjo ekspozita, është një event shumë i mirë, është një risip besoj për Ferizaj. Unë jam një karikaturist i vjetër, për te 40 vjetë jam të punu karikatur, këta më kam befasu për të mirë. Edhe jam shumë i gëzuar që e kom kësi antarë cilit janë vetëdijshëm edhe vetë po organizojnë ekspozitë si kur kjo që është. Kjo ngjarje është mbështetur edhe nga Drejtoria Komunale për Kulturë, drejtori i së cilës premton që ky art do të gëzojë mbështetje edhe në të ardhmen. Karikaturistët shtuan se synojnë që në të ardhmen të mbajnë edhe një festival të karikaturës në Ferizaj, ndërkaq u tha se këto qindra punime përmes ambasadorit kosovar të karikaturës Gani Sunduri do të prezantohen edhe në mbi 100 vende të botës.